She's on Top Club. Rikthehemi këtu përsëri të dashur miq në She's on Top Club në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në kanalin 10 në digital. Në këtë pjesë tjetër na bashkohet Eli dhe Deris. Mirë se erdhët vajza, përshëndetje. Dhe pa humbur kohë, do kalojmë direkte te kritikat e bëra ndaj Deris këtë javë dhe fustanit të saj lemony butter. Këtë javë vajzat kishin fakt në dorë çdo gjë rreth lookut vet. Mund ta krijonin, mund të sillnin ide të tyra ndryshe dhe patjetër ta shfaqnin dhe ta përcjellnin te juria dhe te publiku siç dëshironin ato. Dhe pikërisht për këtë arsye kritikat kanë qenë pak më personale dhe pak më fokusuara te idetë e vajzave. Deris, si e ke përjetuar ti këtë bum kritikash, le të themi, këtë javë? Të them vërtetën më ka ardhur goxha keq, se nuk e prisja. Dhe gjitha një herësh. Po. E kishte edhe goca të tjera që ishin me fustanet e thjeshta. Më erdhi më shumë keq për pjesën e ngjyrës, sesa për fustanin, sepse ngjyrën e me mendjen time nuk e kisha veshur në spektakël dhe thash nuk do e komentojnë. Cili koment ka qenë ai që të ka prekur pak më shumë edhe për masën? Për masën u preka pak më shumë, sepse fustani kishte një problem pak mrapa, sepse te pjesa e lidhjes. Po, e kisha lidhur pak keq, edhe s'kishte kush të ma rregullonte dhe ndaj. Po mirë, mendojshin prapa s'ken vajzat edhe shoqëria është aq e mirë sa ta ndihmon të paktën në radhë të ardhshme me. A kërkove ndihmë nga ndonjë tjetër dhe nuk të ndihmoi apo? Nuk dinin, ndaj nuk ma rregullon dot. Nuk përpoq. Pra ke kërkuar ndihmë dhe të kanë thënë që nuk munden? Po. E cila ka qenë? Cila ka vajzat? Desi. S'është tu. Okej. Po ç'ne mos ndoshta ka bërë qëllimisht që dalë shteqi. Në fakt aty doja të dilja, por nuk. Pa mendja dashur që dalë me vërtet një vajzë shumë e ëmbël, shumë e mirë që ka qenë nga. Po mirë, duke qenë që kjo javë ka qenë e tilla, mendon që ka qenë një nga javët e tua më të dobta apo mendon personalisht, mendon që ke pasur edhe javë të tjera që ndoshta ke qenë më dobët, por që nuk është parë më natë sy? Mua më duk vetja më mirë se puntatat e tjera, pavarësisht se kisha komente negative. Personalisht vetja ime, domethënë, më duk shumë më mirë se herët e tjera. Dhe edhe për pamje më duk vetja versioni më i mirë vetes. Edhe Ecin e kishte yll këtë puntatë dhe pse nuk janë komentuar Deris? Ishte për në dasëm më shumë. Po. Deris, unë mendoj, mua më ke pëlqyer shumë, me thënë të drejtën, si në sfilat, si në photoshooting, po mos të vi keq fare kur juria të bën komente të tipit ishte shumë bazike, sepse ishte bazike. Po, thash, më erdhi keq për masën, nuk më erdhi për atë, sa atë e di. A është diçka që ti do kishe ndryshuar në këtë sfilat? Pikërisht. Nuk besoj që do e kisha ndryshuar, se e thash dhe aty, shumicën e kohës jam e thjesht, nuk është se mundohem të ndryshoj shumë vetë. Po mirë, ndoshta me ndoshta thjesht do kisha provuar ndoshta ndryshe, ndoshta thjesht do kisha provuar diçka tjetër. Po, Deris, mos të vi keq kur të eliminohesh, nuk duhet të jesh kaq e thjesht, duhet të dalësh pak nga personaliteti jo, të guxosh pak. Po, ke shumë drejt. Nëse do më ishte dhënë prapë, domethënë mundësia, do e kisha bërë diçka më ndryshe. Mos harro që mund të ishte eliminuar ti, mendoj në 100% di. Po mirë, në atë thjeshtësinë tënde, këtë javë, kush mendon që ka qenë e veshur më mirë në perceptimin tënd dhe ajo që ka lënë për të dëshiruar? Që kishte dalë, domethënë një version shumë i bukur, ishte Suj, sepse kishte bërë diçka shumë interesante, diçka të veçantë s'na kishte shkuar mendja asnjëres. Faleminderit. Ç'ës më pëlqeu. Ti mund të kesh dhe më shumë, po. Fakt goca që ishin me fustanet si të thjeshtë si unë, kam njëjtin mendim që duhet të ishin pra duhet kishin qenë kritikat e njëjta mendon ti. Nuk i kam parë. Kush janë këto gocat? Me fustanet të thjeshta. Ka qenë Ines, ka qenë edhe Ines Flavia, ka qenë prasta e ndroj. Ines u eliminua. Ka qenë Desi. Si që thash Flavia, pastaj e ndroi, mori atë të shkurtrin, por që fustani o Deris unë shpresoj që ti të nxësh mend dhe të japësh pak forca. Po. Besoj kam kuptuar. E di që është problemi se ka qenë domethënë një ditë që ju mund të tregonit kreativitetin tuaj dhe të veshurit thjesht nuk tregon kreativitet. Tregon përtesë. Tregon mosmarrje seriozisht dhe asaj gjës. Mua për shembull më ka pëlqyer shumë Eli, më ka pëlqyer shumë Suj. Kanë zgjedhur një personazh, po. Treguan një anë të vetën nëpërmjet kreativitetit, treguan një anë të vetën që ne nuk e njohim. Unë nuk e dija që mami i Sujit dhe babi i Sujit, babi ishte stomatolog, ndërsa mami ishte stiliste.
unë e njoh Asuin pak më tepër. Kurse ty unë të njoh thjesht se si shkon në një dasëm të zakonshme, si vishesh, si rregullohesh, asgjë të veçantë, domethënë, nuk tregon ndonjë gjë të veçantë. Pavarësisht se ti ecën bukur, je shumë simpatike, je shumë e bukur, po aty nuk tregove kreativitetin që duhet të tregosh. Dhe kritikat që ty të ka bërë Juria, mendoj se i bëjnë për arsye se presin më shumë prej teje. Dhe nuk duhet ta marrësh si gjë negative. Jo, pse marr fare. Po për ty Ida, në fakt, cila ka qenë vajza më elegante, le të themi, e kësaj jave dhe që ka qenë e përmbushur në... Më ka pëlqyer shumë Eli, e kishte marrë shumë seriozisht, më pëlqeu pjesa e kollareve, sistemi. Ta ka qenë Eli është ta mori direkt vëmendjen. Unë kam mbajt shënime dhe nga sfilatet dhe i kam shënuar. Pa na thuaj. Ai ka sa gjatë ka lënë në shënime po ta dini. Është shumë e gjatë. E marr shumë seriozisht këtë emisioni. Denisa me trëndafilat më ka pëlqyer shumë edhe Sui me pjesën e veshjes, domethënë që dallonte nga gocat e tjera. Ka guxuar më shumë. Te Sui kuptohej që sfilata ka të bëjë me kreativitetin e gocave. Tek të tjerat nuk është se ishin gjëra të zakonshme. Po më të drejtën sapo mu dha. Më ka pëlqyer dhe Flavia me pjesën e Pocahontas, duke shumë bukur, domethënë me atë stilin dhe i shkonte shumë. Mua me thënë të drejtë sapo mora vesh, domethënë që do bëjmë një punë kreative nga vetë ne, direkt më shkoi mendja te kollaret, duke qenë se studioj e përdori në diçka të veçantë nga vetja jote. Jo të jesh njësoj si çdo ditë. Po mirë, ndonjëherë a mendon që edhe guximi i tepërt mund të shoqërohet dhe me risqe dhe prandaj edhe disa vajza kanë zgjedhur të qëndrojnë aty edhe të stepen guximi i tepërt shkon dhe me risqe, dhe për këtë kemi shembull shumë të mirë Gjonildën. Guximi i tepruar të dalësh domethënë me të brëndshme. Pra mendon dhe ti si Mateo që mund të kishte zgjedhur diçka më fine apo ka qenë fiks në atë të vetën? Domethënë, duke e ditur që Gjonilda ka atë pjesën artistike që pikturon, unë sigurisht që nga Gjonilda prisja një diçka në i bluz të gjatë të pikturuar me pikturat e saj, dhe një gjë të pikturuar me fytyrën e Nikos për shembull, që ta çonte shinatin e vet deri. Se nuk do pikuroja, ishte një mimik që nuk e dija e kapëm dot në kamera, po, do duaj. Nuk më tregoi ndonjë gjë veshja me recipeta dhe me të mbathura. Pra mendon që ishte një veshje pak provokuese për televizion apo për duke marrë parasysh vendin nga ku është Gjonilda, historinë që ja dim Gjonildës, mendoj që ka qenë shumë e guximshme ajo që ka bërë dhe ka pas risqet e veta. Vani ku është Gjonilda, prej ku është Gjonilda se nuk e kuptova. Po ne veriorët jemi çik fanatik. Po edhe nuk i përmend vani juaj. Patjetër që nuk të bën vendi, është thjesht pjesa që ne jetojmë në Shqipëri dhe duke qenë që ca standarde quhen të tilla, ne po e përcjellim të tillë. Po nuk mundena me specifiku një vend. Nuk e specifikojmë, patjetër, po nga vendi që nga historia që Gjonilda është shumë mirë që historinë 2 sekonda me dikun veri me të vërtetë. Nuk u përgjigj se si Gjonilda me historinë situatë. Nuk kam jetuar 3 vite në Shkodër dhe di shumë mirë se si funksionon Shkodra. Kam jetuar 3 vite të jetës time atje. Tash se funksionon Shkodra në 2 mënyrët ne duhet njerëzit atje dhe i di që janë pak unë nuk jam këtu për opinionin e njerëzve. Unë jam këtu për opinionin e njerëzve, patjetër që do merret përballë momentin që është një emision i tillë si She's on Top dhe patjetër që publiku do japi opinionin e vet. Për çdo kritik që mu më jepet ose Gjonidës ose njërat prej vajzave, unë më step. Jo, patjetër që ti zgjedh ta pranosh dhe ta marrësh kritikën siç ti do vesh. Gjonilda prandaj po referohemi te Gjonilda dhe po pyesim se si ajo është ndjerë në këtë rast. Unë kuptoj, po Gjonildës edhe me historinë bravo i qoftë në fundite sepse jo të mendimin e saj të shtjelluar. Nuk mundena me cek në vend, nuk mundena me cek në kritikimin e njerëzve në këtë histori dhe në këtë episod që kemi pasur. Origjina nuk e mohon, por ti nuk mundesh me shku prej kritikave të njerëzve që ka origjina. Shumë se nuk është për të dramatizuar, le të flasim me këmbën e tokë. Tani realiteti ky është, unë di shumë mirë si vend, kam jetuar atje. Po ta them edhe një herë, unë i njoh shumë mirë atë njerëz.
Kam respekt shumë të madh, janë njerëz shumë të mirë, janë shumë të edukuar, por e kam pjesën e fanatizmit, siç e kemi dhe ne. Për Gjonildën që ajo është një artiste për më tepër. Po s'ka lidhje, është mënyra se si ti je përcjell një artist. Ti mund të jesh patjetër çfarë do lloj gjëje, por është mënyra se ti je përcjell. Se për duhet apo si pyetja jame ishte se do të më marr parasysh kritikat e vet. Sipas vendit ku vendi. Gjonilda ishte në Shizon Top pritet. Po mos harro që fundit Gjonilda sipas vendit dhe ku vendi ne duhet largohemi në një tjetër shkëputje publicitare dashur miq, do të rikthehemi përsëri këtu. Jo mirëpresim.